Pas daljes nga shtëpia e Big Brother VIP, Loredana Brati ka folur për herë të parë rreth situatës së ndërlikuar me Jozin dhe ndjenjat që vazhdon të ketë për të. E ftuar në një studio televizive, Loredana rrëfeu përballjen emocionale që përjetoi pas incidentit të bujshëm mes Jozit dhe Gjesi, duke theksuar se sjellja e Jozit atë natë nuk ishte reflektimi i tij si person. Jozi nuk ishte mirë, ishte shumë i ngarkuar emocionalisht. Më tha, më vjen keq dhe më kërkoi të shkoja në studio. E kuptova që nuk ishte vetvetja, tha ajo, duke shtuar se skena që pa, veçanërisht momenti me Gjestin, e kishte tronditur. Loredana: ata janë shumë krenar, nuk ishte gabim. Ndodhi lidhja me Jozin, unë mësova plot. Prap më ka dhënë shumë emocione, banorët e tjerë nuk i kanë ndier ato që kam ndier unë. Nuk e prisja dot me thik, nuk dija ku të futesha, unë e shikoj atë njeri në sy dhe më jepte emocione. Më trembi koka e Gjestit dhe normale skena ishte shumë e fortë. Jozi erdhi tek mua, më tha, shko në studio, më tha më vjen keq, por ai nuk ishte mirë, ishte i ngarkuar. Unë sa të kem ndjenja s'do ta heq. Unë edhe kur isha aty brenda dhe Jozi ishte me një gocë tjetër, e mbajta. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.